aktiviteti politik ndonjëherë edhe imponohet edhe për shkak të rrethanave dhe për shkak të dëshirës për me ndryshu në të mirë të shoqërisë sonë. Ku ka qenë Hamdi Bityçi në këtë aspekt gjatë karrierës tij politike? Ndoshta kisha me përkufizu veten si kur me një farforë në thoj si arrogant politik. Pse e them këto? Çdo herë qasja ime ose ndërhyja ime në politik, në pjesën aktive ka qenë në ndryshimin e situatës. Do të thotë fillimin 2009, në atë kohë kur do të thotë qeverinë e morë Ibrahim Kuçi, do të thotë ka qenë një punë aktive që kemi bërë për me ndryshu gjendjen politike. Pastaj aja pjesa 4 vjeçare me një farforme ndoshta kam qenë politike edhe shumë pasiv, sepse nëse them edhe këto që merren 4 vite asambles, mund të them një herë ose 2 herë kam marrë fjalën në asamble. Kjo është diçka që më thonë një pasivizim total politik, vetëm sa më thonë që jam politik. Ndërsa pjesën tjetër të aktivitetit ka qenë vitet para viteve 17 kur kemi punu një grup bukur i madh për prunën ose për ndryshimin e gjendjes politike prapë, dhe në atë kohë e kemi prunë ose kemi ndihmuar që pushtet vije balimarrimi. Do të thotë çdo herë ai aktiviteti i ngjeshëm i politik ka qenë në ndryshimin e gjendjes politike, sepse mendoj që kanë njerë të ndryshimet janë shneshme politike edhe për qytetëri edhe për gjitha aspektet tjera.